Tragjedia në Koçan, ku humbën jetën 62 të ri, është një përmase të papar, thonë nga qeveria e Maqedonisë së Veriut, dhe deklarojnë se si qeveri kanë për detyrë që përveç hetimit të plot, zbardhjes së rastit dhe sjelljes paradrejtësisë të gjithë të përfshirëve, të sigurojnë kujdes të përshtatshëm shëndetësor dhe ndihmë mjekësore për të gjithë të lënduarit dhe familjarët e tyre. Si qeveri kemi siguruar 30 milion denar për transportin dhe akomodimin e shoqëruesve, përkatësisht të antarëve të familjeve të pacientëve të lënduar. Por kujdesi ynë nuk mbaron këtu, sepse Koçani është prioriteti ynë dhe askush nuk guxon të harrohet. Të lënduarit dhe familjet e tyre mund të telefonojnë në numrin 070 355 526 për të shprehur kërkesat, propozimet konkrete dhe nevojat që i kanë. Nga qeveria thonë se do të sjellin vendim që qendra rekreative Ponikva, e cila ka në dispozicion 27 dhoma dhe 56 shtretër, të shndrohet në qendër rehabilitimi, ku personeli mjekësor do të mund të punojë si në gjendje psikofizike, ashtu edhe në ofrimin e kujdesit mjekësor për rikuperim të shpejtë të qytetarëve të lënduar.